Do të shënon 31 tetor dhe të gjithë fëmijët janë veshur me kostume të frikshme, tha Gjoni teksa po shikonte nga dritarja fëmijët që po ecinin në rrugë të veshur me kostume. Mami, përse nuk mund të vishemi edhe ne me kostume të frikshme, edhe të kërkojmë ëmbëlsira si të gjithë fëmijët e tjerë? Mos ke frikë se do të ham shumë ëmbëlsira dhe do të na prishen dhëmbët? Gjoni, tha mamaja, sigurisht që nuk dua t'ju prishen dhëmbët, por kjo nuk është arsyeja se përse nuk mund të bashkoheni me shokët tuaj. Arsyeja është se Zoti do që të bëjmë gjëra pozitive. Sara filloi të justifikohej. Por mami, të gjithë shoqjet e mia e festojnë. Çfarë nuk shkon me Halloweenin? Fëmijët ja shkojnë në çdo shtëpi për të kërkuar karamele edhe vishen me kostume. Sara, tha mami, Halloweeni është një festë shumë e errët dhe e frikshme. Nuk është si Krishtlindja dhe Pashka. Ja, më tregoni, si ju bëjnë këto dy festa të ndiheni? Të gëzuar, thiri Sara. Të emocionuar, shtoi Gjoni. E vërtet, tha mami, familja jon feston vetëm ditët që japin lavdi dhe nderojnë Zotin. Por nuk ndodh kështu gjatë Halloweenit. Dhe shumë njerëz nuk e kanë dëgjuar kuptimin e vërtetë të Halloweenit. Ata nuk e dinë se si filloi kjo festë ose pse festohej. Vetëm kur dim të vërtetën rreth diçkaje, kuptojmë nëse është e mirë apo e keqe. Ka gjëra në këtë botë që mund të duken të mira nga jashtë, por nga brenda nuk janë në rregull dhe mund të na lëndojnë. Po, e di mami, tha Gjoni. Por çfarë ka të bëjë kjo me Halloweenin? Pse është gabim të veshësh kostume të frikshme? Nëse dëgjoni me kujdes, do t'ju tregoj historinë e Halloweenit dhe mendoj se do ta kuptoni, tha mami. Së pari, mendoni për Krishtlindjen. Kur dietarët shkuan të vizitonin foshnjën Jezus, çfarë quan ata? Dhurata! Thiri Sara. Po, dhurata, pohoi mami. Kur ja dhan dhuratat Jezusit, dietarët u përkullën përpara tij që të tregonin se e nderonin. Çdo të thotë nderosh dikë? Pyeti Gjoni. Të nderosh dikë do të thotë se ke shumë respekt për atë person. Po ashtu do të thotë që e kupton rëndësinë e tij. Ka shumë mënyra për të nderuar dikë. Një mënyrë është që të veçosh një ditë si festë, që të kujtosh një ngjarje apo person të rëndësishëm. Çfarë festash të tjera përdorim për të nderuar? Pyeti Gjoni. Mami tha, për shembull, dita e falënderimeve në Amerikë. Ose Pashka. Çfarë festojmë gjatë Pashkës? Oh, ka të bëjë me ëngjëllin që rrotulloi gurin, iu përgjigj Sara. Jezusi është i gjallë. E vërtet, u përgjigj mami. Gjatë Pashkës ne kujtojmë dashurinë e Perëndisë kur dërgoi Jezusin që të vdiste në kryq për mëkatet tona. Ne po ashtu e nderojmë Perëndin për fuqinë e tij të madhe që ringjalli Jezusin. Atëherë, kë nderojmë gjatë Halloweenit? Pyeti Gjoni. Shumë kohë më parë, shumë njerëz që nuk besonin te Zoti dhe as nuk nderonin Jezusin, nderonin statuja prej druri apo guri dhe adhuronin gjëra të natyrës, si për shembull, diellin apo yjet e tjerë. Mos do të thuash se përkuleshin para tyre ashtu si dietarët u përkulën përpara foshnjës Jezus? Pyeti Sara. Po, Sara, tha mami. Dhe Zoti na thot se nuk duhet të adhurojmë perëndi të tjera, sepse nuk janë të vërtetë. Por mami, ne nuk adhurojmë të një statue apo perëndi të tjera gjatë Halloweenit, tha Sara. Kjo është e vërtetë, por në disa pjesë të botës, Halloweeni është një festë fetare, ashtu si Pashka dhe Krishtlindja janë për ne, u përgjigj mami. Disa njerëz
besonin se gjatë natës së Halloweenit, shpirtrat e njerëzve të vdekur ktheheshin në tokë dhe vizitonin njerëzit e gjallë. Kjo duket marrëzi, tha Johnny. Por ata nuk mendonin ashtu, vazhdoi mami. Që t'i mbanin larg këta shpirtra të këqinj, ata përpiqeshin t'i lumturonin, duke u dhënë ushqime dhe ëmbëlsira, në mënyrë që shpirtrat të largoheshin dhe të mos i mashtronin. A ju duket e dëgjuar kjo? Tani e kuptoj, tha Sara. Ja nga pas ka ardhur zakoni të dhënit ëmbëlsira gjatë Halloweenit. E sakt, tha mami. Një tjetër grup njerëzish nga Irlanda, të quajtur Kelt, u kërkonin të gjithëve në fshat të sillnin ushqim për shpirtrat. Ata u afronin ushqimin shpirtrave duke e djegur në një zjarr të madh. Shumë nga fshatarët vishnin kostume, vazhdoi mami. Kostumet ishin të krijuara nga lëkura dhe kocka kafshësh. Disa fermer vishnin edhe koka kafshësh. Ja se cila është origjina e të veshurit me kostume. Shumë prej kostumeve që vishen sot gjatë Halloweenit janë të frikshme, si shtriga, fantazma. Po kungujt, mami? Po kjo traditë e Halloweenit nga ka ardhur? Pyeti Johnny. Tradita e kungullit filloi nga historia e një burri të quajtur Jack, tha mami. Disa besojnë që pasi ai vdiq, shpirti i tij sillej vërdall nëpër tokë duke mbajtur një fener. Kështu që njerëzit nxirrnin te dera kunguj ose rrepa dhe vendosnin në to qirin. Ata besonin se kjo të mbante larg shpirtrat e këqinj, duke i bërë të mendonin se Jacku ishte aty. E shikoni pra që origjina e Halloweenit është e frikshme? Por Bibla na thot se nuk duhet të përzjehemi me të keqen. Halloweeni mund të mos na duket njësoj siç ka qenë dikur, por festohet në të njëjtën mënyrë në disa vende të botës. Mami, se dija këtë, tha Johnny. Por nëse kjo është e vërtetë, tha Sara. Atëherë, pse dikur të krishterët e festonin Halloweenin? Bën mirë që pyet, tha mami. Dhe kjo na çon qindra vjet pas në kohë, kur disa njerëz, të quajtur romak, kishin shumë drejtues fetar dhe të kishës, që besonin se do të ishte më mirë që të gjithë t'i përkisnin një feje. Kështu ata nxorrën një ligj të ri, që secili duhej t'i bashkohej besimit të krishterë. Dhe nëse nuk vepronin kështu, do të ndëshkoheshin. Oh, por çfarë ndodhi më pas? Pyeti Johnny. Po, të gjithë bën si thoshte ligji, tha mami. Por nuk donin të hiqnin dorë nga festa dhe traditat e tyre të vjetra. Kur drejtuesit e kishës u përpoqën të ndalonin festën, njerëzit u inatosën. Kështu që qeveritarët romak, një festë të krishterë, të quajtur Dita e Gjithë Shenjtorëve, e zhvendosën në datën 1 nëntor, dhe kështu datës 31 tetor i vendosën emrin Halloween, sepse në anglisht do të thotë mbrëmja e shenjtorëve. Pastaj, ata u than njerëzve që të luteshin për të vdekurit gjatë Halloweenit, në vend që të luteshin perëndive të tjera. Romakët menduan se përashkosa njerëzit luteshin për të vdekurit, në vend që të luteshin perëndive të tjera, Halloweeni do të bëjë një festë krishterë. Por kjo nuk funksionoi, sepse të ndryshosh emrin e diçkaje nuk e ndalon apo ndryshon atë që është në të vërtetë. Mami ju drejtua Johnnyt. Johnny, nëse të thëras Sara, në vend që të thëras Johnny, a të bën kjo që të jesh Sara? Sigurisht që jo, thëriti Johnny. Kjo është e vërtetë, vazhdoi mami. Kjo ndryshon vetëm emrin me të cilin të thëras. Ndaj, emri Halloween nuk e ndryshon atë që ndodh në të vërtetë në 31 tetor. Babi dhe unë ju duam dhe kujdesemi për ju, dhe është detyra jonë që të sigurohemi të rriteni sipas fjalës së Zotit.
Fjalët e urta 22:6 thonë: Mësoi fëmijës rrugën që duhet të ndjek, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. Ju të dy hani shpesh ëmbëlsira, kështu që unë mendoj se Halloweeni është një ditë në vit që mund t'ja dalim pa ëmbëlsira. Sara pyeti: Mami, a i beson të gjitha këto? Po, Sara, u përgjigj mami. Disa njerëz mund të mendojnë se Halloween nuk është shumë problematik, por ne nuk duam të bëjmë asgjë që nuk e nderon Zotin. Ethi me gjërat më të vogla në jetën tonë. Duke qenë se jeni fëmijët tanë, ne duam të mbjellim gëzimin dhe lajmin e mirë të Jezusit në zemrat dhe mendjet tuaja. Ja pse nuk e festojmë Halloweenin në shtëpinë tonë. A e kuptoni më mirë tani? Mendoj se po, tha Gjoni. Edhe unë, tha Sara. Por brab, është e vështirë të mos u bashkohemi shokëve sot. Ke të drejtë, Sara. Ndonjëherë është e vështirë të nderosh Zotin. Unë e di se mund të jeni lënduar kur shokut ju kanë ngacmuar me që nuk e festoni Halloweenin. Gjithsesi, Bibla na mëson se duhet ta nderojmë Perëndin. Ka shumë gjëra që Jezusi do donte të bënim. Gjëra që sillin gëzim, të qeshura, paqe, miqësi dhe dashuri. Ja përse unë dhe babi kemi planifikuar diçka të veçantë për të gjithë ne sonte. Oh, çfarë është? Pyeti Gjoni me gëzim. Do të shkojmë në kish për festën e dritës, që të festojmë gjithë bekimet që Zoti na ka dhënë. Mund të vini dhe të ftoni shokët tuaj që të vinë me ne sonte dhe t'u tregojmë se ne kënaqemi edhe pa Halloweenin. Do të ham pica, do të luajmë edhe do të kënaqemi. Atje po ashtu do t'jenë edhe shokët tuaj, tha mami. Kush dëshiron të vi? Unë, thiri Gjoni. Edhe unë, tha Sara. Kjo është një ide shumë e mirë. Gjoni e përqafoi fort mami dhe tha: Të dua, mami, dhe herën tjetër që dikush do të më pyesë se pse nuk e festojmë Halloweenin, e di se çfarë të them.